Haleluja, mirë dita vlezër, motra, kudo që t'jeni, Zoti t'ju bekoj. Ja ku jemi prap. Sot prap, si gjithmonë, si çdo të martë të ecim përpara me këto mesazhet, lavdi Zotit për mundësinë që na jep. Edhe që e mundëson me të vërtetë këtë ditë, këtë orë që ta përkushtojmë me të mesazh që ai vetë na vend zemër, ai vetë flet me anë të nesh, edhe lavdi Zotit na gëzon kjo gjë, që t'jetë Zoti që të flasi. Gjithë atë që ne kërkojmë është pikërisht kjo fakt. Edhe, okej, si gjithmonë, bëjmë një lutje, nuk e di pse s'rriga mirë ky telefoni, po shpresoj të rri tani. Bëjmë një lutje, japim mirëseardhjen frymës shenjtë, që të na udhëheqë edhe me këtë mesazh, siç edhe titullova aty. Titullova pra fuqia e kryqit të Jezusit. Amen, amen, amen. Ka fuqi ke kryqi i Jezusit. E dim. Tani të sigurohem që besoj që këtu çdo gjë okej, thot okej. Bëjmë një lutje, haleluja, hap Perëndi, i plot fuqishëm dhe i shenjtë Izraelit, ti që ul mbi fron. Të falenderojmë atë, të falenderojmë Zot që na veçove neve, na thirrë, jemi ato të përzgjellurit e tuaj nga kjo botë dhe na besove Zot emrin tënd, që është emri i Krishtit, fjalën tënde, vajosjen tënde, gjithçka o Perëndi, sepse na don me një dashuri të përjetshme, o Zoti i Madh, i vetmi që na don për gjithë përjetësinë e tij, o Zoti i Madh. Falenderojmë atë për këtë mundësi që na dhe, lutem o Zoti i Madh si gjithmonë, dhe jap mirëseardhjes frymës shenjtë që të na mbuloj, që të na udhëheqë o Zot në këtë mesazh, si gjithmonë ti je ti fryma e shenjtë, ti je ti o Zot që të flasësh me anë të meje, të na bekosh gjithëve, të bekosh gjithë vëllezërit e motrat, kudo që të jenë, që po dëgjojnë, që po shikojnë, Perëndi, lutem si gjithmonë o Zot, pse jo, bëje që ky mesazh, këto fjalë që janë kaq të çmuara, kaq të vërteta, kaq të fuqishme, o Zot i Madh, siç dhe lexojmë ke fjala jote, që kjo e vërteta na bën të lirë, na çliron nga gjithçka, o Zot i Madh. Dhe unë lutem që kjo fjalë sot të shoqërohet me një prekje, me fuqinë e frymës së shenjtë, o Zot i Madh. Ti bekosh gjithë vëllezërit e motrat, ti prekësh, ti shërosh, ti çlirosh, të shpëtohen o Perëndi ata që kanë tashmë dubi, dyshime, Perëndi. Lutem në emër të Jezusit, na bekosh në këtë ditë, bekosh dhe mua, Zot i Madh. Të falenderojmë për fuqinë e kryqit të Jezusit. Haleluja. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nuk e di, besoj që këtu do të jemi në rregull. Derisa nuk shikoj gjë, po besoj që jemi në rregull. Okej. Sot flasim një mesazh i ri si titull, si më themi. Mesazhi është po ke fjala e Zotit. Gjithë ne kudo shkojmë, nga do të shkojmë, nga do që të rretullohemi ne, çdo gjë është në lidhje me fjalën e Perëndis. Edhe është ajo që duhet të bëjmë fakt. Së rëndësishme është ne të qëndrojmë ke fjala e Zotit, sepse kushdo që vend dyshime ke fjala e Perëndis, ka një gjykim të rreptë. Kjo është fjala. Prandaj ne duhet bazohemi, të themelohemi dhe të ndërtohemi ke kjo fjalë. Amen. Nëse sot nuk do të flas për fjalën, siç e kam titulluar aty, pra fuqia e kryqit të Jezusit. Amen. Ka fuqi ke kryqi i Jezusit, ka akoma sot. Shpartallon demonët e ferrit, aq fuqi ka. Gjaku i Krishtit, fola për gjakun e Jezusit, po fola më shumë edhe për, si më themi, të diferencën e dallimin midis gjakut të Jezusit dhe gjakut të Marias, po edhe sot do prek pak, për sa i përket gjakut, po më shumë fokusi është kryqi. Amen. Pra, okej, lexojmë një varg dhe pastaj ecim ke Romakëve, ke letra e Romakëve, kapitulli 8, vargu 38, lexojmë. Sepse unë jam i bindur
se as vdekja, as jeta, as engjit, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme. Mora bërëm të vargu, dhe dim kujt e referohet. Tu flet për dashurinë e Zotit, që as gjë pra nuk mund na ndaj. Dhe kjo dashuri, siç e dim, ku gjendet dhe ku manifestua vetëm në Krishtin Jezus. Amen. Sepse ai tha që na don, këtu kuptojmë, çfarë kuptojmë me këtë vargje? Kuptojmë që Perëndia na don me një dashuri të përjetshme. Dhe këtë nuk duhet të harrojmë kurrë këtë, sepse jemi kaq të vyer, kaq të çmuar, kaq special, si mund themi, kaq të dashur për Perëndin, aq sa ai na don për të gjithë përjetësinë. Jezusi e dim, dha jetën e vet ke kryqi para 2000 ca viteve, mund themi tani, se na jemi psu 2000 vite, kanë kaluar 25 vite tjera, kështu që 2000 ca vite, mund themi, ke kryqi, ai ke kryqi Kalvarit, dha jetën e vet. Kështu që Krishti, Jezusi, e dha këtë jetë, dhe i vetmi që mund na jepte neve jetë. Ja pse e dha këtë jetë. Pse? Sepse i vetmi që ishte perfekt në çdo paraqitje të tij, ai ishte perfekt. Nuk ishte prek kurrë, siç e dim, nga mëkati, por i shenjtë në të gjithë qenien e tij. Dhe ne as që mund ta kuptojmë derisa të jemi akoma me këtë trup, derisa të kemi këtë mish. Ne akoma nuk mund ta kuptojmë të shejtëri, këtë përsosmëri, këtë pastërti të Jezusit. Dhe ne as që nuk mund ta kuptojmë pra derisa ne jemi me këtë trup, sepse ai është shumë i shenjtë. Amen. Kështu që e pam që ishte dhe është perfekt absolut. Ishte dritë dhe është dritë, ishte më themi drejtësi dhe është drejtësi perfekte. Okej, dhe ja pse siç e dim, në Getsemani Jezusi u desh të luftonte pikërisht mëkatin, dhe dim se si e djersa ti u kthye në gjak. Pse? Nga vuajtja që po binte, ishte një vuajtje e madhe që po shkonte mbi Jezusin. Edhe prandaj Zoti Jezusi i tha Perëndi, largoj nga unë këtë kup. Çfarë do thotë? Largo nga unë këtë vujtje. Largo nga unë këtë zemrim, si ishte se më themi zemrimi i Perëndis që do vi mbi njerëzimin, po ky zemrim përpara shkoi herë tek Krishti. Pse? Që ne që e besojmë Krishtin, ky zemrim mos na preki. Ama ata që nuk e kapin kryqin, ata që nuk besojnë, zemrimi i Perëndis për fat keq do shkoj mbi ato. Sepse nuk besojnë që Jezus i mori zemrimin ton. Ja pse i tha Perëndis, largoj nga unë këtë zemrim. Pra, largoj nga unë këtë kup. Po tha, jo, të bëhet vullneti jot, je imi. Që ja pse kisha Jezusin, nuk mund kaloj për Apokalipsin. Sepse zemrimi, Apokalipsi është pikërisht zemrimi i Perëndis. Mbi ku? Mbi njerëzit që, ose mbi besimtarët ndoshta, ose ndoshta edhe mbi bijt, po të mos bindjes që nuk e mbin fjalën e Zotit. Mbi gjithë krijesat e veta që nuk e mbin pra fjalën e Zotit, dhe ky zemrim do shkojë mbi ata, por nuk mund vi mbi ne. Nuk mundet Perëndia të ndëshkojë edhe i Krishtin edhe neve. Prandaj e pam pra që Krishti këtu po luftonte mëkatin, djersa ty u kthy në gjak, pse? Nga vuajtja që po shkonte mbi Krishtin, por jo vetëm, sepse gjaku i Jezusit siç fola kur fola, edhe po ndoshta mund t'i prek edhe sot, u derdh 7 herë. Kam folë shumë herë për këtë. Dhe herën e parë, siç kam folë, kur djersa këty pra u kthy në gjak, dhe thash, kur ai pra po luftonte e po bërtiste duke thënë, largoje nga unë te kup, por jo vullneti im për joti. Vetëm Perëndia e njifte, si më themi, agonin e atij momenti tronditës që Krishti po kalonte, sepse shejtëria perfekte po bonte mëkati i botës. Që ai që ishte i lavdishëm, i shenjtë, perfekt në gjithçka, tani po kalonte dhe do të bonte më i zhyri, më i urryeri.
më mëkati i botës. Pra, po bënte mëkati i botës. Pse kjo? Që ne si besimtar dhe si mëkatar, fal atij gjaku, fal atij flijimi, të bëmi të shenjtë në atë. E vetëm në mënyrë. Kështu që kjo do të thotë që ne ishim në zgjedhjen e mëkatit, ku dominonte mbi ne. E po na shkatronte. Okej? Por atë ditë, pra, kur Jezusi u gjinte në Gjetsenami, ajo fuqi e errët që dominonte jetën tonë, u shkatrua te kryqi. Sa fuqi ka kryqi Jezusi dhe u shkatrua ke kryqi një herë e përgjithmonë. Por një ditë, ndoshta ne do të kuptojmë, si mu themi, një anë të vogël të kësaj fuqie në kryq, sepse do ta përjetojmë. Okej, kështu që hera parë Krishti e pam që djersa u kthye në gjak, pra për vuajtjet që to vujte që të shkoshin mbi Krishtin. Hera dytë ku Jezusi derdhi gjakun e dim, por ishte kur u prezantua para Kajfës, sepse Bibla thotë që ju shkul mjekra, urrejtja. Kështu që ajo urrejtja e tmerrshme, pra, ç'a bën, njerëzit e shkonin shkulën mjekrën, po jo vetëm, po fytyra e ty u shpërfytyruar. Okej? Kështu që edhe shikojmë se si kur shkulsh mjekrën dihet që del gjak. Hera tretë ku Jezusi derdhi gjakun e tij ishte kur, siç e dim, i vendosën kurorën me gjemba mbi kokë. Hera katër, pra, kur Jezusi derdhi gjakun ishte kur e fishkulluan me kamzhik, pra, duke rrahur aq shumë sa që, siç e dim, për porratat e Krishtit dhe ne jemi të shëruar. Hera 5 ku Jezusi derdhi gjak ishte kur e gozhduan durët. Hera 6 kur i gozhduan këmbët dhe hera 7, siç e kemi folë, dhe fundit ishte kur u teshpua, dhe ky është dhe gjaku i beslidhjes së re, që u teshpu, pra, ke kryqi, me shtizë. Ja pse një ditë të gjithë mbretërit e dheut do të mbyllin gojën para qingjit Perëndis. Sepse edhe pse ishte i shpërfytyruar dhe i braktisur, aq sa që nuk e njihshin, aq sa nuk u njihte më, thot Bibla, prap Krishti do të gjykojë çdo njeri që nuk e ka pranuar atë si shpëtimtarin e tij vetjak. Çdo njeri. Kështu që te kryqi i bërtiti, siç e dim, Perëndia im, pse më ke braktisur? Amen. Eli, Eli, lama sabaktani, Perëndia im, pse më ke braktisur? Dhe kjo do dimi diçka, ta kuptojmë edhe këtë. Kjo ishte hera parë që Jezusi e thret Perëndin, Nuk e shet gjithë kohën e vet, gjithë shërbesën, Jezusi e thriste ati im. Këtu për herë parë e thret Perëndi. Pse? Sepse në momentin që Jezusi po merrte gjithë mëkatin e botës dhe nuk kishte më në ato momente bashkësie me Perëndin. Pse? Sepse fryma e shenjtë e la. Engjëllit u larguan. Perëndia mbylli sytë. U errësu gjithçka. Kështu që prandaj kur s'është fryma e shenjtë, sepse derisa ishte fryma e shenjtë mbi Jezusin, ai e thërriste ati. Iku fryma e shenjtë, sepse do vite mëkati i botës mbi Jezusin. Në momentin që iku fryma e shenjtë, si e thret Perëndi. Në fakt, kushdo që nuk ka frymën e shenjtë, ose kush nuk beso ke personi i tretë e frymës së shenjtë, nuk e thrit atë, e thret në emër. Ama fal frymës së shenjtë ne e thrasim atë. Mi po këtu fryma e shenjtë e la. U braktis. Edhe nuk e thirrim më atë. Sepse siç e dim, është fryma e shenjtë ajo që na shtyn, që na bind, pra që ne të thrasim Aba o atë. Kështu që për frymën e shenjtë nuk ishte, edhe ja pse e thirri, pra e thirri Perëndi. Sepse Perëndia e braktisi për ne. Dhe në fakt fjala atë, siç thash, do të thotë pikërisht bashkësi me Perëndia me njeriu. Kur është bashkësi, do të thotë jemi një familje. E kur të jemi një familje, ne jemi birë, ai është ati, detyrimisht. Pra, sepse siç e thash, ai po merrte gjithë mëkatin e botës dhe nuk ishte mos i ta thriste atë, por Perëndi. Dhe Bibla thotë ke Romakët 6,
nga vargjet 3 deri te 7 lexojmë. Por a nuk e dini se ne të gjithë që u pakzuam në Jezu Krishtin, u pakzuam me vdekjen e tij. Ne pra u varrosëm me të me anë të pakzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurës me anë të lavdisë së Atit, kështu dhe ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës. Sepse nëse u bashkua me Krishtin në një vdekje të ngjashme me të tij, do të jemi edhe e ringjalljes së tij. Amen. Duke ditur se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit mund të jetë anuluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Në fakt, ai që ka vdekur është fajsuar nga mëkati. Dhe vdekja është kur ne besojmë ke vdekja e Krishtit. Kushdo që beson që Jezusi i vdiq, në këtë rast ti e beson, trupi jot vdes, ose më mirë e konsideron fakt këtu ke remarket, po ke remarket 7, Pali e konsideron trupin ton vjetër si burrin ton vjetër. Që ne të martohemi me një tjetër që është Krishti, më përpara duhet se bën të vdesë burri herë. Sepse po zdiq burri, një gru nuk mund të martohet me një tjetër, se quhet shkelje gërore. Kështu që prandaj që të martohemi me një tjetër ne duhet përpara të vdesim njeriu në vjetër. Dhe njeriu i vjetër, mishi jon, pra natyra vjetër vdes, kur ne besojmë që Krishti vdiq pikërisht për këtë natyrën tonë. Por Krishti u ringjall, edhe ne ringjallemi, e duke qenë të ringjallur tani, duke qenë që trupi jon, pra burri jon i parë vdiq, që është mishi, atëherë ne kemi gjithë drejt të martohemi me një burr tjetër që në këtë rast është Krishti. Pra, shikojmë pra sa rëndësishme. Pra këtu shikojmë që jemi këtu ke Romakët 6 tani, mos të kalojmë ani, ke Romakët 6 nga vargu 3 deri 7, që lexojmë, shikojmë që Jezusi në radhë parë shikojmë që Jezusi flijoi jetën e tij për ne. Okej, dhe apostulli i parë thotë që duke qenë se Jezusi vdiq thot për ne, dhe ne tani çfarë duhet bëjmë thot këtu? Kemi kujdes. Këto e vargje që po na shkundin e po na thonë që ashtu si Jezusi vdiq për ne, edhe ne duhet vdesim për Jezusin. Duhet vdesim për atë. Ja pse erdhi ora që të jetojmë ashtu si jeton një i krishter i vërtet. Një krishter i vërtet nuk jeton më për veten e vet. Jo më për botën, pa as për veten e vet, po jeton për atë që ne u fijuam. Siç e quajmë Pali ke Korinthasit, ne u fijuam me Krishtin. Kështu që ne nuk jetojmë më për veten e vet. Të jetojmë për Krishtin, për të vdekur për veten tonë, që të jetosh për Krishtin, ne duhet të vdesim veten tonë, se Bibla thotë që flijimi i Krishtit na dha fitore mbi të keqin, që është i ligu. Lexojmë ca vargje, ke Gjoni, më pëlqejnë të vargjet, ke Gjoni 12, vargjet nga 20 shkojmë deri ke 26. Dhe midis atyre që ishin gjitur për ta adhuruar gjatë festës, ishin edhe disa grek. Ata pra ju afrohen Filipit, që ishte nga Betsaida e Galiles, dhe ju lutën duke thënë: Zot, duam të shohim Jezusin. Filipi shkoi e i tha Andreas, dhe përsëri Andrea dhe Filipi i thanë Jezusit. Por Jezusi u përgjigj atyre duke thënë: Ora ka ardhur, në të cilën biri i njeriut duhet të përlëvdohet. Në të vërtet ku i them, nëse kokra e grurit e rënë dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme. Por po të vdes, i jep shumë frut. Kush e do jetën e vet, do ta humbas. Dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e përjetshme. Në qoftë se dikush më shërben, të më ndjek. Dhe ku jam unë, atje do t'jetë dhe shërbëtori im. Në qoftë se dikush më shërben, ati im do ta nderoj. Amen. Janë buka këto vargje. E këtu Jezus po flet se si ne duhet të vdesim për këtë botë dhe të jetojmë për Krishtin. Pra këtu Krishti me anë këtyre vargjeve na mëson tani se si ne mund të vdesim për këtë botë dhe ne mund të jetojmë për Krishtin, në qoftë se doni që bota
të shikoj Jezusin në ne, atëherë duhet që ne të vdesim për këtë botë e të mohojmë gjithçka, ashtu si ajo fara e rënë thot tu për dhe, sepse kur fara e mishit ton tani vdes, okay, vetëm atëherë ka jetë re e ringjallje. Duhet të vdesi një farë. Në këtë rast kush është fara? Mishi jon. Natyra jonë e vjetër. Edhe kur vdes kjo, vetëm atëherë ka jetë dhe vetëm atëherë ka ringjallje. Ja pse plani i djallit është që ai të na mbajë në jetën e mishit, sepse djalli jeton në të mish. Jeton në të jetë mishi. Dhe don që të na mbajë edhe ne në këtë jetën e mishit, që të mbajë mishin ton pra të gjallë e duke përmbushur dëshirat e veta, dëshirat e djallit me fjalë. Sepse derisa djalli arrin të bëj këtë, duke mbajtur mishin ton të gjallë, ai na përdor për këtë botë. Por në momentin që mishi vdes, atëherë ai nuk ka asgjë që të na përdori për këtë botë. Dhe ja pse mishi duhet të vdesi, fara duhet të vdesi, por nuk vdiq, nuk jep frutin e frymës, nuk mund të jetohet në frymë, nuk mund të jetosh dhe në mish dhe në frymë. Ta harrojmë. Prandaj të zgjellim. Të zgjedh, ai vdiq për ne, e ne të vdesim për atë. Ashtu dhe Jezusi la jetën e vet për ne. Ashtu dhe ne të japim trupin ton, mishin ton, ta bëjmë që këtë farë të vdesi, dhe vetëm kështu ne mund të japim frutin, sepse mishi duhet të vdesi. Pra, në fakt djalli bëri të njëjtën gjë edhe me Jezusin, mos harrojmë, sepse janë paktën nga mbledh 3 mënyra se si djalli e tundon njeriu, siç tundoi Krishtin në 3 mënyra të ndryshme, ashtu na tundon dhe neve sot, ja pse është një model që ne duhet të mësojmë nga kjo, të kemi kujdes edhe ne. Okay? Në fakt djalli bëri një gjë pra dhe me Jezus, çfarë bëni Jezusi? Gjithëtim tundimi i parë. I ofroi Jezusi pra për 3 herë, jo një herë, për 3 herë një jetë në mish. Që mos bënte vullnetin e atit, që mos jetonte në frymë, po i ofroi një jetë për 3 herë, siç e dim këtë tundimi, 3 herë i ofroi një jetë në mish, pra një jetë me kuptimin një jetë pa kryqin. Pra që mos bënte vullnetin e atit, mos shkonte ke kryqi. Atë kërkon të bëjë edhe me ne sot, që ne të jetojmë, po pa kryqin. Do të kemi kujdes për këtë që po flas sot. Pra, djalli i ofroi Krishtit, jo një herë, po 3 herë, një jetë në mish, një jetë pa kryqin. Duke i ofruar atij pra këtë 3 herë, ose më saktë, një jetë duke bërë çfarë? Vullnetin e djallit, e jo të atit që Krishti kishte ardhur. Këtë don djalli, që të bënte vullneti i djallit. E jo të atit që dhe, siç e dimë, kishte dërguar. Në fakt, hera parë ishte kur dhe djalli në person, edhe kjo është e njëjta gjë që bën dhe me ne djalli, që gjithë ne, okay, që bëjmë hapat e para drejt Krishtit, që ndoshta edhe e pranojmë Krishtin, në momentin që edhe e pranojmë Krishtin, tundohemi nga vetë djalli. Ai na mban aty, nuk don që ne të jepim përpara të shkojmë ke kryqi, pra me kuptimin që ta pranojmë Jezusin. Hera parë ishte kur vetë djallin e personit tundoi duke i mostruar të gjithë mbretëritë e dheut, duke thënë që të binte përmbys para djallit Jezusit. Kupton ti? Por Jezusi e refuzoi. Ke Mateu 4 nga vargu 1 deri 11, shikojmë këto 3 tundime të, mu themi, të menjëhershme të djallit. Me fjalë tjera, djalli i thonte Jezusit që mos shkonte te kryqi për të bërë vullnetin e atit. Pra që mos të vdiste atje. Por Jezusi e refuzoi. Një gjë që Adami dhe Eva nuk e refuzuan. Por Jezusi e refuzoi këtë ofertë djallit. Nuk e pranoi. Dhe preferoi të shkojë te kryqi, por pse shkoi te kryqi? Për mua. Edhe për ju, vëllezër e motra që po shikoni, e gjithë ju që do të dëgjoni. Prandaj shkoi. Por nuk shkoi për veten e vet. Ai ishte i pamëkat. Ai ishte mirë atje ku ishte. Erdhi për ne, refuzoi gjithçka vetëm për ne. Preferoi të vdesi, preferoi të bëjë vullnetin e atit, me atë mundje, duke marrë kryqin e vet,
vetëm për mu e për ty e për gjithë ne. Pra këtu shikojmë se si Satani I ofron Zotit Jezus pra një jetë pa kryqin, sepse e njifte mirë fuqinë e kryqit. E njifte mirë fuqinë që të vinte nga ky kryq për gjithë ne. Dhe dinte që aty ai do të merrte humbje të mëdha. Ai dinte shumë mirë që aty ai do të mposhte I herë për gjithmonë. Pra dhe ishte një humbje aq e madhe sa ishte e pakthyeshme dhe e përjetshme. Dhe ashtu ndodhi. Kështu që hera parë që bëri djalli e tundoi në person vet. E njëjta gjë bën dhe me ne. Na vjen edhe na thot ne, jo. Si të tradhtosh ti fejen? Kupton se sa herë na thonë, bore tradhtar ti. Si tradhtohet feja? Si largohet nga feja? Kush largohet nga feja? Moje fejen tate, do djalli. Rri aty thot. Bile sulmoj ato që të thonë që të largohesh nga feja. Është një gjë, është një tundim që të vjen direkt nga djalli kjo. Kështu që siç bëri me Jezusin që e tundoi vet djalli, kështu na bën edhe ne. Na tundon vet djalli në person, okay? Kjo ishte hera parë pra. Hera dytë ku djalli tani çfarë boni? E pa që hera parë nuk funksionoi me Jezusin, pra në vet në person, edhe me ne. Duke parë që nuk funksionoi hera parë, nuk na ndaloi dot për shkum ke kryqi, ne e pranum Krishtin. Provoj herën e dytë, përdori një metodë tjetër djalli, dhe ashtu përdor edhe me ne, kemi kujdes. Hera e dytë thot, kur djalli I ofroi Jezusit një jetë pa kryq, ishte kur përdori tani çfarë përdori? Përdori mikun e tij më të afërt, mikun e tij më të ngushtë që ishte apostoll Pjetër. Amen. Dhe tek Mateu 16, vargjet nga 16 deri 23, shikojmë se si Pietri më parë nën influencën e vajosjes së frymës shenjtë I thot Jezus që ti je Krishti, biri I Perëndis. Je biri I Perëndis gjallë. Por më njëherë pas pak minutash, nën influencën e djallit, I thot Jezus që mos shkonte te kryqi dhe të vdiste. Pra, te thot u influencu nga fryma e shenjtë, I tha ti je Krishti. Nga ana tjetër u influencu nga djalli, I tha mos shko ke kryqi. Kupto? Po a ishte Pietri apo ishte djalli? Që bën djalli tani? Të njëjtën gjë tani djalli, siç bëri me Jezusin që hera e parë pra siç thash ishte vetë person. Hera e dytë tani çfarë përdor? Përdori mikun e Jezusit, mikun më të ngushtë. Kështu bën me ne. Herë që nuk ja del me ne, edhe ne pranojmë Krishtin, atëherë e dytë çfarë bën ai? Me njerëz të shtëpisë, me njerëz më të afërt, me shokun më të ngushtë. Vjet thot, po si ti të largohesh? Ku ka si feja jon? Leje me Krishtin. Sot turp me marrvesh, ka një Zot të leje. Si vika Zoti, u boka Zoti I njeri, çan to gjëra, mos e kuptojnë vend dyshim tani edhe si mu themi fuqinë e Perëndis. Të rast sigur si vika Perëndia u boka fëmijë, një bir pra një njeri, ose si mundet që Perëndia pas ka bir, asaj shumë gjëra. Gjithë to gjëra ti bën shok ton, miq tan, njerëzit ton të afër, ose ndoshta burri, ose ndoshta gruaja, ose ndoshta djali, ose ndoshta shoku më I ngushtë. Kupton? Si që në mënyrë që të tërheqi. Kështu bëri edhe me Jezusin. Kështu bën edhe me ne. Kështu që prandaj është një model që ne duhet marrim, duhet mësojmë nga kjo gjë, pra. Sepse siç thash pra, këtu Pietri tani nën influencën e djallit, sepse shparu influencu nga Perëndia, I tha ti je Krishti. Tani u influencu nga djalli dhe I thot Krishtit që mos shko ke kryqi dhe të vdiste, sepse Jezusi po I fliste atyre, siç e dim historinë, aty po Jezusi po I fliste aty po I fliste për vujtjen e tij, dhe për vdekjen në kryq. Por Pietri thot, "Jo, s'ke pa shku." Ktu shikojmë djallin pra se si po përdor Pietrin, njeriu më të afërt I Jezusit. Që ta pengonte atë pra që të mos shkonte ke kryqi. Por Jezusi e kuptoi që nuk ishte Pietri që fliste, por ishte djalli dhe në fakt I tha, "Shporru për meja Satan." Edhe ne tani do të kemi kujdes me të dashurit tanë, mos të zihemi, mos t'i kundërvijemi të dashurve tanë ose njerëzve ose shokut ngushtë, por lutu dhe thuj, demon, largo nga personi, largo nga ky personi. Sepse lufta është frymore. Kështu që edhe Jezusi këtu nuk I thot ik shporru Pjetër, mu qëro nga unë. Jo, e deshte Pjetrit, po I tha shporru Satan. Por Pjetri nuk ishte Satani, Pjetri nuk ishte djalli, por u përdor, pra, ose u influencu në të çast nga djalli. Pra, kur djalli nga vetja nuk arrin të pengoj, nuk arrin të pengoj të jetosh për Jezusin,
Pra herë që ti e merr angazhimin vet dhe vazhdon edhe e pranon Krishtin, ç'a bën tani kur vet nuk e del, atëherë ç'a bën? Ai përdor njeriu më të afërt që ti ke në shtëpi ose në shoqëri o kudo. Dhe këtë bën që ti të mos jetosh për qiellin, po të jetosh për botën. Të jetosh në mish. Të jetosh për djallin, me fjalë, bësh vullnetin e djallit. Ashtu siç bëri me Jezusin, por siç e dim pra, më parë të ndoj vet si person, dhe më pas kur e pa që nuk ja doli dot vet, që mori përdori njeriu më të afërt Jezusit. Kështu që Jezus e njohu mirë zërin e Pjetrit, okay? Ishte marrë totalisht nga Satani Pjetrit. Edhe i tha shporu Satan, sepse në fakt Jezus i thot shporu Pjetrit. Nuk i tha pra shporu Pjetër, por i tha shporu Satan. Pra qortoi djallin që ishte pas Pjetrit, dhe ne të njëjtën gjë do bëjmë lutje. Mos të kundërvijmë njerëzve. Nuk din gjë ato. Nuk arrin ta kuptojnë. Po nëse ti lutesh edhe qorto demonin që është ke njeri, ai dal nga dalë do arrit kuptoj e do ndaloj e nuk do të ngacmoj më. Amen. Amen. Pra janë shumë të ata besimtarë sot, siç e dim, që nuk arrin të njohin zërin e djallit, që fshihet pas njerëzve të tyre më të afërt. Ka shumë besimtarë. E nuk arrin të kuptojnë që ke njeriu i tyre më i afërt, po flet djalli. Kështu që prandaj pse këto? Sepse personat dimostrohen aq të ëmbël, aq gentil, aq të qerasin ndromën e gjoh, të respektojnë, të ofrojnë diçka, me dorën qaf, e duan të tërheqi, por nga ana tjetër është djalli pas kësaj që thot, pastaj hajde për qafo, hajde futu ke feja jonë, hajde bashkoaj shifi herë këtu, do si ti marrësh hapët e para që ti të largohesh. Janë të lezetshëm, me dorën qaf ka ndodhur dhe mu. Po thash me vete të puth hallan dy faqe si themi ne, se unë isha rrënjos kjo fjala, ja sa rëndësishme është fjala. Puth hallan dy faqe, merr kjo batuta jonë. Me kuptimin këtë bën djalli. Edhe ato nuk din gjë që janë nën influencën e djallit, mos prandaj tham që mos e merrni me ato, nuk din gjë. Shumica nuk din gjë. Ka plot që janë ateista, po shumica nuk din gjë. Më falni që janë ateista, që janë të demonizuar, që satanista, se thash ateista. Ka plot që janë satanista, dihet, po kuptohen, por janë dhe tjerë që nuk e din që vetë ata po përdoren nga djalli, si që të largojnë ty nga te. Prandaj vinë me të zërin e ëmbël, me të ëmbëlsirën, me të gentilecën, me gjithçka, që si pra të largojnë. Po mos harrojmë që këto njerëz që duan të largojnë nga Krishti, edhe si thash djalli vet nuk bëri gjë pjesë herën e parë, në person atëherë përdor njeriu më të afërt, por edhe këtu fshihet djalli mas tyre njerëzve. Dhe kur shikon që ti nuk djalli kur shikon që ti nuk frenohesh me këto dy metoda që djalli përdor, atëherë ai nuk heq dorë lehtësisht, sepse siç e dim edhe me Krishtin tha, e la për një farë kohe. Ai nuk heq dorë lehtësisht, por përdor metodën e tretë. Kush është përdor ajo kjo metoda e tretë? Violenca, dhuna, terrorizmi. Po e fundit është dhe kjo përfshihet dhe ironia. Edhe ironia, që të ndaloj që ti të jetosh pa kryqin. Pra, të ndaloj të jetosh për qiellin, ashtu siç bëri në fakt me Jezusin, duke përdorur dhunën. Dhe si përfundim duke përdorur ironinë në momentin që Jezus ishte ke kryqin. Sepse shikojmë që njerëzit i thoshin Jezusit, haje, në qoftë se ti që e ke kry biri Perëndis, haje zbriti het shofje. Shiko pra, që si e biri Perëndis, mas shqip me në kotë. Kështu që hik, se si e kupton në çaj ironie, përdor njerëzit nga herë, haje, shikoj mirë. Qoftë se ti që e ke biri Perëndis, zbriti het shofi mirë. Po Jezus si vete e veshin sepse ai ishte ardhur që të viste ty, po ato se tishin. Edhe ato në mënyrë ironike tani, nga herë ne si kur kam qenë ose kam qenë shumë ashtu, kur fliqin në mënyrë ironike unë ju përgjigjesha. Ose bosha pa mundur që ta fitosha atë ironi, që ti thoshe ti mbyllsha gojen. Po tisha unë në vend Jezusit, dhe me gjithmen e ke, po të shikoj mirë, edhe do mundosha me hikë si gjazën me të timen, unë. Po Jezusi me fjalë e kuptoi edhe ironin e djallit. Pra edhe violenca, edhe dhuna, edhe kamzhikët, ai prapë su ndal, pa edhe ironia si përfundim
prap nuk i interesonte, sepse nuk i interesonte çfarë thoshin njerëzit. Se gjithë dim pra që thonë, në qoftë se ti e biri Perëndis, zbrit nga kryqi, këtu shikojmë djallin që flet pra me anë të turmës tani. Me anë të turmës, kështu që foli vetë në person, foli me anë të mikut ngusht, tani fol me anë të turmës madhe, të vinë të mysin, sepse turma, bota janë më shumë, janë më shumë se ne jemi pak besimtarë, ata janë shumë, edhe që bëjnë tani, që me dhurë, me ironi, me gjithë shka tani, du prap të tërheqi nga dora e Perëndis, të tërheqi nga dora Krishtit dhe çojmë prap këtë djallin. Ky është pra ai që bën Satani, pra kërkon t'i ofrojë pra gjithmonë një besimtari një jetë pa kryqin, pra. Dhe këtu si shtam pra, këtu shikojmë djallin pra që flet me anë turmës, po Jezusi nuk i dëgjoi, por siç e dim vdiq, ashtu siç e kishte porositur, komanduar, urdhëruar Perëndia. Edhe këtë gjen ke Mateu 27:42. Pra, edhe këtu shikojmë që Satani kërkonte që të ofronte birit të Perëndis një jetë pa kryqin, sepse ai njifte mirë fuqinë që vinte nga kryqi. E dinte Satani këtë. Prandaj bërit pa mundur që ta ndalonte. Prandaj kushdo që t'jeni, vlla, motër, kudo që t'jesh, nuk ekziston një ull për Zotin e një ull për ne. Nuk ka dy. Okej? Nuk ka një rrugë më të shkurtër, sepse Jezusi na tha që të ndjekim atë. Dhe kështu ne duhet të ndjekim po atë ull që bëri Krishti. E mjaft. Prandaj të vetmi persona që kanë një autoritet absolut mbi djallin, janë ato persona që janë kapur te kryqi i Kalvarit. Jo besojnë, por janë kapur. Kuptoj? Ne jemi ka çdo thot kapur. Kapur do thot që kemi hyrë sipër. Jemi kap ke kryqi edhe mjaft. Po kanë shumë të krishterë tjerë që besojnë, po janë rreth e qaj kryqit. I shkojnë kryqit rreth e qaj. Besojnë ke kryqi, por bojnë që t'i thonë njerëzit. Besojnë ke kryqi, por hecin me dogma dhe me doktrina. Besojnë ke kryqi, por bojnë si masjefi. Si puna më kujtu tani ajo historia e Elias me të balit. Që tha Elia, veni drut, tha, vjedhe dhe hulli dhe uj, tha biles, tha. Ata që bojnë që shkojnë rreth e qaj altari, tha. Altari prezentoj gjithmonë kryqi, më themi në këtë rast. Dio bal, Perëndia bal, Perëndia bal, Perëndia bal, Perëndia bal, boqës bresi flak, boqës bresi flak, varra, sot ja bën njerëzit shejta Mari, i shejti ky, boqët bie, atë se rasi gjo. E kështu ndodhë dhe sot. Mos i shkoni rreth e qaj kryqit. Lejni njerëzit në sab vetë. Mos u lodhi kot të shku rreth e qaj kryqit. Po kapu ke kryqi. Elia fakt që boni, shkoj dhe u kap ke kryqi. I tha, në emër të Perëndis gjallë. Jo në emër të këtyre baleve apo në emër këtyre tjerëve. Prandaj ne duhet mësohemi të kapim me ke kryqi. Jo të shkojmë rreth e qaj kryqit. Jo të majmë kryq qaf e bëjmë si masjefit. Jo unë thëmë besoj edhe bëjmë si masjefit. Nuk ka të shkosh rreth e qaj kryqit. Duhet ta kapësh ke kryqi dhe të ndjekësh atë. Dhe vetmit persona që kanë një autoritet absolut mbi djallin, janë ato persona, jo ato që shkojnë rreth e qaj kryqit, po ato që janë kap ke kryqi i Kalvarit. Pra në qoftë se ne e zgjidhemi ose largohemi nga i kryq, ne humbasim çdo fuqi e çdo mbrojtje si përfundim, sepse sulmohemi rrepsisht. Nuk mund të jemi të shpëtuar në qoftë se nuk rrim të ngritur me kryqin bashk. Sepse kam thënë gjithmonë dhe tham, mrekullia më e madhe që Krishti bëri mbasi u ringjallë ishte bëri një hap mbrapa. Ai u fut në ne, e ne në atë, u bën një. Nuk jemi vetëm, kemi edhe fuqinë që të jetojmë për atë. Kështu që prandaj po bëjmë të gjë që ta humbasim, ne humbasim gjithçka, edhe si përfundim, jo vetëm fuqinë, por edhe mbrojtjen humbasim. Pra, nuk mund të jemi të shpëtuar edhe herë në qoftë se nuk rrim pra të ngjitur, të kapur ke kryqi, dhe të rish i kapur ose i ngjitur me kryqin, ose të marrim kryqin ton çdo ditë, do të thotë të vdesim në mish. Kjo do të thotë. E të bëjmë vullnetin e Atit me dashuri. Kjo do të thotë marrësh kryqin. Pra të vdesim për këtë botë e të jetojmë për Jezusin. Amen. Tu bëhet fjalë, çfarë kuptojmë tu? Një dorëzim total për Zotin.
Zoti do që ne t'i dorëzohemi. Dhe është kjo ajo që do të thotë të mos jetosh në mish, por të jetosh vetëm për qiellin. Amen. Dhe vetëm kur ne i dorëzohemi Jezusit, ka liri dhe mbushulli, ka gëzim dhe nuk ka më betejë, robëri ose konfuzion, por vetëm paqe, vetëm gëzim, vetëm siguri. Sepse ishi gjë që ta bën vetëm kryqi. Po ti kur rrin ke kryqi, kur ti kur kapësh ke kryqi. Mos rrini të majt kryqi skalavar qaf kot, apo në për shtëpia në për dhoma, edhe me të vetën thoni tani që unë i përkas kryqit. Jo. Ka tjetër ashtu. Ke Mateo 11:28 fakt që thot, gjithë njohim të vargun është i mrekullueshëm, ejeni tek unë, jo të një fe, jo të një person, jo të një shenjt. Ejeni tek unë, ju gjithë të munduar dhe të rënduar. Unë! Pra ejeni tek unë, e para dhe e dyta, unë jam ai që do t'i jap shlollje, jo dikush tjetër. Jo një fe. Pra Zoti po thotë që të shkojmë tek Jezusi. Dhe kjo është detyra jonë që të shkojmë ne tek ai, nuk vjen ai ke ne. Ai e bëri punën e vet. E bëri. Gjithçka u bë gratis. Dera është, mund të themi, e hapme, ama hapat e para do t'i poshtitani me shku ke ai. Ai nuk vjen ke ne, sepse nuk është ai pra që vjen më përpara tek ne. Dhe është një privilegj që ne të shkojmë tek ai, por është një përgjegjësi që ti dorëzohemi atij. Të shkosh tek ai, ke Krishti, do thotë të shkosh tek një vend pra ku gjendet vetëm paqe. Amen. Konfidencë dhe çdo gjë që ne kemi nevojë është kur ne shkojmë te Jezusi dhe kjo gjendet vetëm në praninë e Zotit, por duhet të vdesim në mish, që të jemi në atë prani e të vishemi me fuqinë e Perëndis. Janë dy vargje, fakt, më pëlqen. Një është ke Romakët 6, vargu 6, pra 6:6, Romakët 6, vargu 6, duke ditur këtë, se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, pra me Krishtin, që trupi i mëkatit mund të jetë anuluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Dhe ke Galatasve 2, vargu 20, thotë, unë kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj me besimin e Birit Perëndis që më deshi dhe dha vetëm për mua. Amen. Pra, i pakuj. Pra jeta që jetoj, nuk është e imja, nuk është e jona, por është jeta e Jezusit që jeton në mu. Është jeta e Jezusit që jeton në ju. Amen. Kështu që në momentin që ne zgjellim të bëjmë këtë lloj jete, amen, një herë që zgjellim që njeriu i vjetër që është mishi duhet gozhdohet ose të vdes, betejat, aty fillojnë betejat. Aty si pëlqen tani amikut, edhe aty fillojnë betejat. Amen. Nuk është vaq mirë, amen, po jetë që fillon. Pra, sepse nga ferri dëgjohet një brit me malle, ja pse fillon beteja, sepse djalli bën pamundur të frenoj, pra që të frenoj ty për të bërë atë jetë në Krisht. Ai nuk e don. Është lehtë të shkëputësh nga kryqi, kjo sepse mishi jon, edhe pse i përkasim Krishtit, nuk ka vdek akoma totalisht në momentin që ti pranon Krishtin. Nuk thotë që ti pranove tani Krishtin dhe digj dhe mishi. Jo. Ja pse është lehtë të shkëputesh nga kryqi. Sepse akoma nuk je një dorëzim ose një vdekje totale, por vdes kur ne i themi jo djallit e botës dhe i themi po Krishtit. Atëherë ne kryqëzojmë mishin ton, por po të ndalojmë të kërkojmë Perëndin, atëherë mishi fillon të marrë fuqi përsëri. Pse kemi me vete? Okej? Nuk ka vdek akoma faktikisht. Ka vdek? Por nuk ka vdek. Në frym ka vdek, sepse jetoj për Krishtin. Po fizikisht është akoma. Okej? Por në qoftë se ne dobësohemi në besim, në qoftë se ne themi tani se e di Zoti, se s'ka problem, se po shkova sot kish, ose po shkova javës tjetër, ose po se lexova, ose po su luta, ma se su bonami, se po, kjo është ajo që armiku po fillon, po
po të fut ato të zizet e vogla dal nga dal. Për në qoftë se ne fillojmë e dobësohemi në besim, atëherë ai njeri i vjetër, që është mishi, rikthehet në jetë e na shkatërron. Edhe ka ndodhur këtë shumë besimtar për fat keq. Okay? Dhe ky është rreziku më i madh. Ky është rreziku më i madh. Ja pse ne duhet të kemi frikë nga djalli, nga kjo pikpamje, jo që kemi frikë, të ecim me frikën e tij. Po me kuptimin që t'i ruhemi, sepse ai nuk ka më asgjë në ne. Por ne duhet të kemi këtë frikë nga vetja jonë tani. Pra, ne nuk duhet kemi frikë nga djalli. Po përsëris. Ne nuk duhet që të kemi frikë nga djalli. Por ne duhet të kemi frikë nga vetja jonë. Amen? Nga mishi jonë që ne kemi akoma. Sepse kur djalli, pra kur këto kundër djallit, ne çfarë përdorim? Përdorim armën. Të njëjtën armë që përdori Jezusi. Dhe vetmja armë e fuqishme që përdori Jezusi, që duhet përdorim ne, është fjala e Perëndisë së gjallë. Bibla, që është pata, por është ky mishi që ne kemi gjithmonë me vete, që flen me ne, në të njëjtën krevat, që na shoqëron kudo, dhe ky mishi që ne duhet të shikojmë për ditë. Nuk po flas për trupin si strukturë. Prandaj tham që mishi ka vdek, por nuk ka vdek. Sepse kur ne ecim frym, mishi është si strukturë. Kur ne ecim mish, nuk është më vetëm si strukturë, po bëjmë edhe gjërat e mishit. Kështu që nuk po flas thjesht si strukturë, po për mishin do të thotë dëshirat e mishit. Pra dëshirat e kësaj ku fshihet ajo frym që është pas njeriu të vjetër. Amen. Por përsëris, nuk po flas për trupin si strukturë, sepse këtë e dum, ta maj mirë. Por për mishin dhe dëshirat e saj, ku fshihet ajo frym që është pas njeriu të vjetër, pas të trupit tonë. Në fakt, ke Psalmi 118:7 që thotë: lidheni viktimën e flijimit në brirët e altarit. Lidheni. Po lexoj dhe Psalmi 118 vargu 27. Lidheni viktimën e flijimit në brirët e altarit. Po të shikojmë me kujdes librin e Levitikut, shikojmë që flet për shejtrim. Kjo sepse ne sot nuk mund të jetojmë një jetë krishtere thjesht sepse jemi vetëm të shpëtuar, por kemi nevojë që të shejtrohemi, siç thash. Amen. Pra shfaqsohemi kur pranojmë Krishtin. Shejtrohemi dhe përlëvdohemi. Okej, si përfundim. Përlëvdohemi është shivave? Po, glorifikati thonë italisht. Pra, siç thash për ke libri i Levitikut për na flet për këtë shejtrim. Pra nga shfaqsim, kur shpëtohemi, në shejtrim, në përlëvdim. Pas shpëtimit, vjen shejtrimi dhe pastaj përlëvdimi. Më parë kemi nevojë që të lirohemi nga mëkati që kemi si trashëgimi nga Adami dhe Eva. Pastaj na duhet dhe të lirohemi nga kush? Nga unë jon. Jo që ne falemi nga mëkati, ne tani do të lirohemi nga unë jon, nga vetja jon. Mishi dhe veprat e saj. Okej? Mëkati u shkatërru. Aleluja. Po tani ne duhet të lirohemi nga unë jon, nga mishi jon dhe nga veprat e saj. Sepse në qoftë se ne nuk jemi të liruar nga vetja jon, ja pse thot tuk i Psalmi 118 vargu 27, lidheni viktimën e flijimit në brirët e altarit. Pra, sepse siç thash, pra, në qoftë se ne nuk jemi të liruar nga vetja jon, atëherë nuk jemi akoma totalisht të liruar nga mëkati. Por ne do të rrim të lidh. Ja pse Psalmi që sa po lexoa thotë që lidhi viktimën e flijimit të bririt në altar. Me fjalë tjera, nuk mjafton vetëm të njohësh Jezusin si shpëtimtarin ton, por edhe të qëndrojmë të lidhur tek altari, tek kryqi, me fjalë, në bashkësi të përhershme me Krishtin. Amen.
Prandaj shikon që nga herë ne themi djalli, ku nga në vetër jemi më djallë ne vetë. Jemi më djallë ne vetë se sa djalli. Prandaj janë sa gjëra që nga herë mishi jon, ku fuqizohet duke bërë sa gjëra, është mishi që e kërkon. Ne kujtojmë se është prap djalli nga herë. Jo, apo është mishi jon që është mësu duke bërë atë gjë, edhe kërkon ta bëj prap. Prandaj duhet t'i themi jo, se gjëja, t'i themi ja pse duhet ta lidhim tash, pra. Ta lidhim, jo vetëm ta pranojmë Krishtin dhe mjaft, besojmë dhe mjaft për mëkatin, por kemi nevojë tani edhe mishi jon të lidhet, që të ndrojmë të tillë, pra, në bashkësi të përhershme me Krishtin. Ke Mateu 16, vargjet 24, 26, fakt çfarë thot Jezusi. Atëherë Jezusi u tha dishepujt të vet. Pra jemi Mateu 16, 24 dhe 26. Atëherë Jezusi u tha dishepujt vet: "Në qoftë se dikush do të vi pas meje, të mohojë vetveten, ta marrë kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse ai që do të dojë të shpëtojë jetën e vet, do ta humbas. Por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, do ta gjejë atë. Ç'përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb shpirtin e vet? Ose çfarë do të jap njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet?" Dhe këtu shikojmë çelësin, sepse këtu trajtohet pra për të hequr dorë nga vetja jon, nga mishi, dhe t'i shërbejmë vetëm Krishtit. Dhe shpresoj që të jemi të gjithë në dakord që të jenë këtu, sepse vetëm këtu është fitoria. Kjo është fitoria më e madhe. Një ditë të gjithë, pra, siç e dim, do të dalim dhe do të paraqitemi para gjykatës Krishtit, para fronit të Perëndimit, sepse do të thërritë një nga një me emra, gjithë ne. Ariani, kush është tu? Zonja, Bardha, gjithë. Do dalim pra, gjithë nga një do të përmendën edhe emra. Atëherë do të pyesin veten tonë se çfarë ne kemi bërë për Jezusin kur ishim këtu në tokë. Kjo është, kur ai përmendi emrin tim, kur përmendi emrin e juaj, atëherë do thosh, çfarë unë kam bërë për Jezusin kur ishte këtu në tokë? Në fakt apostulli Paul ka shkruar këtë, sepse të gjithë do të dalin përpara tribunales të Krishtit. Gjithë. Kjo është biblike. Do pas do ti do dalësh, apo shpërblim, apo për dënim, këtë e di zemra jote dhe Krishti na s'dim gjë. Po do dalim. Prandaj bëni asapë të mirë. Dhe për ne që po i shërbejmë Krishtin, do të jetë një moment i lavdishëm, mos keni frikë, jo. Ju që doni që i shërbeni, që i tremin e ditë, do jetë një moment i mrekullueshëm, një moment i lavdishëm. Prandaj pyetja është, në qoftë se ti ose unë vdes nesër, larg qofte, a je i gatshëm të paraqitesh para Krishtit me një zemër të pastër totalisht? Çdo gjë që kemi bërë pa Krishtin këtu në tokë, nuk do të llogaritet fare. Çdo gjë që kemi bërë pa Krishtin këtu në tokë nuk llogaritet, sepse çdo gjë që ka qenë e kotë. Ajo që na intereson është shpëtimi i shpirtit tonë herë. Në qoftë se doni fitore, jo vetëm që duhet të besojmë te Krishti, por duhet të mohojmë veten tonë e të shërbejmë vetëm atij, duke marrë kryqin tonë e të bëjmë vullnetin e tij dhe ta ndjekim atë ashtu si ai e mori kryqin e vet duke bërë vullnetin e atit të tij. Kjo është që na mëson Bibla. Në fakt ke Romakët 8, vargjet nga 35 deri ke 39 lexojmë. Kush do të ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, a ngushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata, siç është shkruar, për ty po vritem gjithë ditën, u numëruam si dele për therje. Por ne të gjithë këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi, sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia, as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësia, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezu Krishtin Zotin ton. Amen. Ishte edhe ky vargu i fundit që kishta da këtu, pra kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Asgjë e asgjë. Asnjë smundje, asnjë uri, asnjë pikëllim, asnjë vështirësi. Jo vetëm që nuk na ndan asgjë, por ne të gjithë
në të gjithë to vështirësi që na hasim, ne jemi më shumë, thot këtu Bibla, se fillimtar në Krishtin Jezus, dhe këtë e konfirmon vargu 36. Në fakt ke vargu 36 jemi më shumë se fillimtar në Krishtin Jezus, 37, më falni, kurse ke 36 e lexojmë. Për ty po vritem gjithë ditën. Dhe është ky çelësi i fitores që na ndan nga bota e nga mishi jon. Okej, vëllezër e motra. Vdekja e mishit vjen me anë të pendimit. Hapi parë. Dhe kur pendimi dhe kushtet vinë në mënyrë të saktë, atëherë kjo sjell jetë. Amen. Kështu që vdekja e mishit vjen me anë të pendimit. Dhe kur pendimi dhe kushtet që kanë vënë këtu vinë në mënyrë të saktë, duke ju bindur pra, atëherë kjo sjell ose prodhon jetë, sepse pendimi i vërtet vjen kur ti e bën me gjithë zemër. Dhe ja pse Zoti thotë tek fjalët e urta, ai nuk do të përçmoj zemrën e thyer. Dhe ky është pendimi i vërtet. Kur bëhet me zemër të përulur, me zemër të thyer, dhe ja pse duhet të heqim dorë nga çdo interes personal dhe të shkojmë vetëm te Jezusi. Siç e dim historinë e Vidrin, kush ne s'kemi pas lind akoma, po kemi dëgjuar tani për Napoleonin, se si ai thoshin që i mësoi ushtarët e tij se si të vinin në fitore, se si të fitoshin. Vishin në fitore kur ata u mësonin, pra kur Napoleoni i mësonte ushtarët se si të vdisnin. Që gjithë betejat që Napoleoni i kishte fituar sepse ai kishte mësuar ushtarët se si të vdisnin. Kupton ti apo jo? Shumë ushtarë në fakt vdiqën për atë njerëz, për Napoleonin. Por sa më shumë ne sot duhet të mësojmë të vdesim për Zotin tonë, pra. Napoleoni nuk jep jetë. Por Zoti Krishti jep jetë, madje jep dhe jetë përjetshme. Zoti nuk po na kërkon që ne të vdesim, pra duke u vetë vrarë fizikisht, ose duke vrarë veten nga ajo pikpamje. Jo, por kërkon që ne të vdesim në mish, jo në strukturë. Në strukturë do thotë që kur unë jap fund trupit tim, jetës time në mish, pra vetë vritëm, hullëm, varëm. Jo, Zoti nuk do që ne të vdesim në strukturë. Zoti do që ne të vdesim në mish. Pra të vdesim unin tonë. Që mos të bëhet vullneti i djallit, po të bëhet vullneti i Perëndis në jetën tonë. Kjo do thotë të vdesësh mish. Pra ne nuk mund të bëjmë vullnetin e Perëndis dhe vullnetin tonë në të njëjtën kohë. Ta harrojmë. Por na duhet që të heqim dorë në vullnetin tonë dhe kështu të jetojmë në vullnetin e Perëndis. Ja pse Jezusi vdiq para 2000 vitesh më tani ke kryqi, sepse ai mori aty, siç e dim, dhimbjet tona, ndotjen tonë, mëkatin tonë dhe errësirën tonë. Dhe unë sot me këtë mesazh po ju kujtoj atë që ai bëri për ne. Dhe po ju kujtoj që t'i japim jetën atij ashtu si ai e dha jetën e vet për ne te kryqi. Ktu trajtohet pra që të dorëzohemi totalisht ke këmbët e Jezusit. Ti dorëzohemi totalisht kryqit. Dhe është kjo ajo që do të thotë të vdesësh në mish, që të mos jetojmë më për vetvete, por ta lejojmë Zotin që të jetojë jetën, ose më mirë, e lejojmë Zotin që të jetojë jetën e tij në mua dhe për mua. Amen. Kur ne i nënshtrohemi Krishtit, atëherë ka liri, sepse prania e Jezusit ka një gëzim të madh dhe nuk ka më betejë, nuk ka më robëri, nuk ka humbje mbi të gjithë, po si përfundim ka vetëm një fitore dhe ajo është e përjetshme, dhe ne jemi më shumë se fitimtar në gjithçka që vujmë, në gjithçka probleme. Më shumë, sepse ajo që na pret është më shumë se sa kjo që po vujmë tani. Amen. Në fakt kjo jetë është sot për nesër, ajo është e përjetshme. Amen, amen, amen. Zoti t'ju bekoj nesër. Siç thash, do shikojmë se mos dorsa rast tjetër, kujt di, tani nuk e di, po të shikojmë, më të flasim për atë betejën frymore. Kam fola për demonologjinë, për ishte një tjetër gjë ajo që hyna më thellë, si më themi, shumë gjërave, po beteja frymore është diçka që ta marrim vetëm si betejë frymore, vetëm si mesazh që na intereson.
Po si përfundim të arrimi qikë dhe beteja mendjes, sepse kemi edhe një betejë në mendje, kjo fush beteja jonë që është mendja, edhe ku djalli e kërkon atë, edhe aty vjen ai, aty po të mori atë pastaj edhe na kërcen na ploni si për nesh. Por ne nuk do ta lejojmë. Nëse nuk di, po diçka do flasim. Ju falenderoj si gjithmonë, Zoti t'ju bekoj, edhe flasim, takomi rast tjetër. Mirupafshim, bekime.